Jo për imi. Mirë mbrëma edhe mirë se vini në Kallëzë për një men. 59 qytetarë vdiqën nga zjarri që e kaploi diskotekën në Maqedoninë e Veriut. Disa pushtetarë u arrestuan pas kësaj ngjarje, ndërsa në mbar rajonin nisën të ngriten dilema serioze për sigurinë publike edhe sigurinë ndaj zjarrit edhe në Kosovë. Një hulumtim që e ka realizuar kolegu im Arton Hamiti na ka dhënë të dhëna alarmante. Hulumtimi ka zbarë se diskotekat, restorantet, lokalet e dasmave e vendet ku mbahen tubimet publike në Kosovë veprojnë pa pëlqimet të cilat i lëshon Ministria e Punëve të Brendshme. Për me i diskutu të dhanat e këtij hulumtimi në studio kemi ftu Lulzim Fushticën, drejtor i Drejtorisë për Emergjenca në Prishtinë, Besa Kabashin, eksperte e sigurisë, Bali Muaremin, kryetar i Komunës Suarekës, Afrim Gjeljen, komandant i zjarfikse në Drenas, edhe Kreshnik Gashin nga Kallëzo.komi. Para se me nis diskutimin, po du me juftu me ndjek një reportazh e pastaj kthehemi në studio. Shikus të ndërum, 59 njerëz vdeshën nga zjarri në diskotekën në Maqedoni. Në Maqedoni u gjetë se diskoteka nuk i plotësonte kushtet dhe për këtë arsye disa njerëz janë në burg. Në vitet e fundit, në Kosovë janë ndërtuar 10 diskoteka, klube nate, salla dasmash e vende ku grumbullohen shumë njerëz. Kemi gjurmu në bazën ligjore të Kosovës për me kuptu se cili institucion i mbikëqyr standardet e sigurisë për këto hapësira. Kam gjurmu në disa ligje dhe kam kuptu që institucioni kompetent për lëshimin e pëlqimeve për sigurinë ndaj zjarrit është Agjencia e Menaxhimit të Emergjencave, e cila është në kuadër të Ministrisë së Punëve të Brendshme. Në këtë institucion punojnë disa zyrtarë dhe unë për disa ditë kam kërkuar që ata me dalë para kamerës me na dhënë një intervistë për zbatimin e ligjit, por askush nuk ka pranuar me dalë para kamerës. Krejt zyrtarët kanë hezituar me dhënë intervistë e arsyeja është shumë e dukshme. Pas një insistimi të madh nga ana jonë, kemi marrë një përgjigje me email. Në të thuhet qartë se institucioni që e kemi prapa nesh nuk ka lëshuar asnjë pëlqim në 2 vitet e fundit për klube nate ose diskoteka. Po e lexoj qartë se çka na ka kthy AME-ja në pyetjet tona. Sa i përket pëlqimeve të cilat jepen nga AME në dokumentacionin investivo-teknik, unë deri me tani për 2 vite të punësime në këtë pozitë nuk kam pranuar asnjë kërkesë për pëlqim për diskotek apo klub nate, ndërsa për të kaluarën nuk kam informata. Ne e kemi pyet AME-n edhe për përgjegjësinë e inspektimeve dhe ata na kanë thonë që përgjegjës për të inspektuar zbatimin e këtyre rregullave janë inspektorët komunal. Ligji në Kosovë parashet që diskotekat të angazhojnë ekspertë të certifikuar për të vlerësuar rrezikun ndaj zjarrit, por edhe në këtë pikë konstatohet se diskotekat dhe lokalet nuk i zbatojnë standardet. Të 10 vite parafërsisht që punojmë me sigurinë e shtetit në punë, t'ju them të drejtën, asnjë kompani apo asnjë lokal nate, apo asnjë sallë dasmës nuk është vizituar nga ana jonë. Pse nuk është vizituar? Sepse nuk e ka neve na prin vizitat tona na prin dikush. Kush na prin? Na prin ligji, na prin kontrollat shtetërore, na prin inspektoriati. Edhe këtu të lenë me kuptu që këto salla apo këto klube nate nuk kanë kontroll. Paraprakisht secila sigurisht ka licencë, mund të ketë pa licencë. Nëse një lokal nate ka një licencë, licenca e ka kushtet e veta. Sigurisht në licencë, një prej kushteve për të ekzistuar një lokal nate, është edhe siguria në punë, sa janë marrë masat brenda atij lokali. Edhe kjo tash na shtyn neve të marrim masat e dura. Çka janë masat e dura? Të gjitha lokalet ku janë në Kosovë, si të natës, po ato të dasmave, të shkojnë të kontrollohen kushtet e sigurisë në punë. Në këtë rast, nuk ka vetëm siguria në punë, po është siguri kolektive. Po këtu kemi me katastrofë me shifrat e mëdha. Edhe kurfar masash nuk merren. Ju mund të pyetni cilat janë masat, po masat një klub natë duhet i ketë masat e veta, mbi të gjitha emergjencë, ndaljet emergjence. Se këtu, kush është faktori
nëse pyesim pse ka ndodhur, pse mund ndodh. Faktori njëri, pse faktori një nuk i ka marrë masat e duhura, ose instalimet janë të parregullta, të pakontrolluara, ato instalimet elektrike apo siç kanë ato kabllot, apo daljet emergjente. Do të duhet i plotësoj kushtet në rast se duhet parashihet që mund ndodh një avari. Avaria nuk ka mund ndodh vetëm nga zjarri, mund ndodh edhe nga një përleshje e madhe. Edhe ku do t'ikin aty do të kemi fatkeqësi. Kështu që unë do ta kisha përmbyll këtë me një apel apo me një mesazh që duhet të merren masat urgjente të kontrollohen në Kosovë, kudo që janë lokalet e natës. Kurse Malgashin nga Brigada e Zjarfikësve të Prishtinës thotë se klubet e natës duhet të kenë staf të certifikuar dhe të trajnuar për të reaguar në rastet kur ka zjarr. Është ligji për mbrojtje nga zjarri, i cili i parasheh të gjitha mosat të cilat duhet të ketë qoftë biznes, qoftë objekt tjetër afaris, qoftë objekte ndërtimi e kështu me radhë. Pra janë mosat parandaluese për mbrojtje nga zjarri të cilat duhet të ketë. Edhe nuk ka nevojë me zbulu këtë ujin e nxehtë, flasëm për rastet konkrete, janë materiale që duhet të jenë antizjarr, pra që nuk ndezën. Tjetër që duhet të ketë daljet emergjente që duhet, edhe dyrë duhet të jenë antizjarr, edhe dyrt duhet të jenë tamam derë për emergjenca, jo derë plastike cila mund të shkrihet, mund të dredhohet nga temperatura e kështu me radhë. Duhet ketë aparatet për shunën zjarre, duhet ketë hidrantet dhe çka tjetra tepër e rëndësishme, përveç sigurimit fizik që janë të dera për me kontrollu edhe me kontrollu biletat, është tepër me rëndësi që me pas edhe persona adekuat të certifikuar e të profesionalizuar për reagim në rastet të zjarrit dhe evakuimin e qytetarëve, sepse këto situata ndihmohet në këto situata kur ka rastet të tilla në vdekjen e njerëzve, paniku. Sepse nëse menaxhohet paniku, ashtu siç duhet, vdekjet mund të ndodhin, mirë po numri mund të jetë shumë i vogël. Për të kontrolluar nëse diskotekat dhe lokalet i zbatojnë standardet e sigurisë ndaj zjarrit, ne kemi tentuar të intervistojmë disa pronar diskotekash në Prishtinë dhe Ferizaj, mirë po shumica e tyre kanë refuzuar me arsyetimin se janë në renovime ose nuk dëshirojnë të jenë pjesë e temës. Po kthehemi në debat, kisha dashur me juve me nisë një Fushtica, sepse këtu AME në këtë reportazh i ka thënë gazetarit ton për gjegjes për me i shti lokalet, me qup kërkesa për pëlqime është komuna. Po dojnë mi u qitë fajnë juve? Faleminderit për debatin, faleminderit për temën, edhe më le që disa pika shumë të shkurta të demantoj në aspektin profesional, asgjë personale, kolegët nga AME-ja. Një, thuhet aty që inspektorët do të bëjnë inspektimin. Inspektorët janë inspektorë të parandalimit dhe hetimit të zjarrit, që janë punëtor të Agjencionit Menaxhimit të Emergjencave. Është e vërtet që inspektori me kërkesë të AME-s është vendosur, i është dhënë një zyre në komunë, jo vetëm në Prishtinë, por në gjitha komunat i është dhënë një zyrë, një hapësirë ku ai mund të veprojë dhe të operojë. Por është punëtor i AME-s, i përgjigjet AME-s dhe nuk raporton tek drejtoria përkatëse në asnjë komunë e në këtë rast as në Prishtinë. Okej, apo vetëm mundon që tu veç me na shpjegu që ky inspektor, i raport që po ndëgjoj që AME-ja ka nis me qup inspektor në për komuna. A është në për çdo komunë njëjtë që çdo komunë ka një inspektor të AME-s? Jo. Një pjesë e madhe të komunave nuk kanë inspektor të AME-s. Në rastin e kem të kolegës Drenasit, nuk ka në Nobileq, nuk ka në Podujev, nuk ka në pjesën e madhe atë sa di. Vetëm për kuriozitet, Prishtina ka vetëm një inspektor të parandalimit dhe hetimit të zjarrit. Në paramendoj se Prishtina e ka, me regjistrim i ka 270.000 banor, jashtë regjistrimit i kim mbi 500.000 banor që frekventojnë në Prishtinë. Apo në me di që sa punon që ky inspektor? Inspektori është prej sa jam une në drejtori, edhe më herët se drejtori, 4-5 vite dhe fundit është më spaku. Alu vesh diçka, nëse 4-5 vite është një inspektor aty, e AME-ja po thot kur asnjë kërkesë për pëlqim s'ka ardhur. Kush është personi që duhet me... Unë duhet ta demantoj, se unë jam personalisht dëshmitar, kanë ardhur disa kërkesa prej qerdheve private, prej lokaleve që kanë dërgu kërkesë dhe i është dhënë miratimin nga ky inspektor. Mundemi lirisht t'i gjejmë dosje, t'i gjejmë kërkesat
personalisht kanë pas kërkesa që vetë i kom pa dhe kanë kërku njerëz nëpërmjet drejtorisë time që në ardhë, e kanë gabu adresën, u i kom referu të inspektori, ka qerdhe private, ka institucione shkollore private, për diskoteka nuk e di, por ka dhe mund të dëshmohet shumë let, jem të hapur jashtëzakonisht, që ka pas kërkesa dhe këto kërkesa janë aprovu apo janë rishiku nga ky inspektor. Pra po them, ne e ndihmojmë këtë inspektor me pajisje, e ndihmojmë me automjet, me derivate, me zyre, me logjistik, me gjithë ato që ka nevojë. Por për fat të keq, ne kemi kërku disa herë, edhe prap kërkojmë që ky të decentralizohet edhe ky aspekt, që të jetë përgjegjësi e komunës, që komuna të jetë përgjegjësi, që të ketë inspektor, jo vetëm një, por të ketë më shumë se kemi nevojë, në mënyrë që të parandalohen këto. Pra po them, Agencioni Menaxhimit të Emergjencave, pe bëj një pyetje hipotetike. Nëse nuk ishte qenë përgjegjësi e tyre, pse para 2 dite Agencioni Menaxhimit të Emergjencave i ka ftuar të gjithë inspektorët e parandalimit dhe hetimit, i ka ftuar në takim dhe dje janë dalë kanë bërë inspektime të diskotekave. Pse? Nëse është përgjegjësi e komunës. Vetëm një pyetje hipotetike që pelo për debat. Është shumë e rëndësishme me konstatu një fakt. Në përgjigje kanë thonë që 2 vjet kemi lëshu leje. Është shkruar, kanë kthyr me email, po tregon për një kaos total në mënyrën e menaxhimit të kësaj teme dhe të kësaj strukture. Pra, AME-ja si institucion e para nuk del në kamerë me fol, pra e kemi ftuar me qenë, me dhënë intervistë, me dhënë sqarime, me na tregu krejt sanët, mirë po vendosin me hesht dhe çka bojnë tash nisin me dalë në terren me inspektu. Më falë, nëse nuk e ki listën sa leje i ke lëshu, cilat biznese i ke inspektu, keni parasysh, leja nuk lëshohet pa e bo një kontrollim fizik fillimisht të objektit për memëri me bo. Çka e të dosh me bo tash me inspektime? Mu do mirë në televizor. Mu do mirë në televizion. Jo, nuk është mu do mirë në televizion, është me marë përgjithësinë për një dështim sistematik. Pra na, duhet me konstatu këto që kemi objekte të rrezikshme prej zjarrit, kemi objekte të cilat nuk e respektojnë asnjë standard në këtë drejtim dhe kemi një shtet të paaft për me adresu këtë punë. Kur po themi një shtet, po e emërojmë institucionet, të cilat nuk kanë mri me garantu një sistem normal. Çka është problemi tjetër? Është problemi tjetër që shumë prej njerëzve nuk e kanë kuptuar ekzistimin e këtij pëlqimi, këtij standardi, dhe fatkeqësisht na kemi edhe institucione publike të cilat shkojnë dhe mbajnë ngjarje ndoshta në objekte dhe hapësira të cilat nuk i kanë këto certifikata, pra nuk i kemi as standard në organizimin e nejave qeveritare, në organizimin e eventeve qeveritare, konferencave qeveritare, që objekti ku mbledhet edhe qeveria jonë me pas certifikatën e tillë. Pra, nuk jemi të respektu këtë standard, sepse nuk jemi të dashur me kuptu sa i rrezikshëm është, nuk jemi të dashur me kuptu sa probleme mund të mi bë, dhe e kemi lënë shoqërinë tonë në mëshirë të fatit, një shoqëri e cila për ka karakteri, ka probleme të mëdha edhe me rreziqe tjera, të cilat mundin me bë deri te sulme terroriste. Kemi synuar ju tregu në vazhdimsi edhe komuna dhe AME-s me shumë kampanja, me shumë ngritje të zonit, po thjesht kanë hesht. Kanë hesht sepse shoqënia jonë po e pret fatkeqësinë për me nis me bë reagim. Fatkeqësisht jemi të prit fatkeqësinë. Të kujtojmë këtë vit në Prizren neve na u ka djeg një dyqan ilegal në shesh të Prizrenit, në një lagje të Prizrenit i cili ka shit mjete piroteknike. Krejt bota e din që ato nuk janë të lejume, është lejume shit, është djeg një mahall peshe ka që ka vdek një njeri. Pra është problematike, tolerimi i këtyre elementeve, loja me zjarë. Këtu muna me thonë që jena të lujt me zjarë, e në traditën tonë, loja me zjarë është shumë e rrezikshme. Shteti është të toleru loj me zjarën këtë vend, muna me folë mas të edhe për shumë mekanizma tjera. Kaos total. Në rast se nuk ka një database, në rast se nuk ka një listë, cilat biznese e kanë, cilat biznese nuk e kanë. Në rast se keni parasysh jemi të funksionu si shtet, sikur kjo është përgjithësi e këtij, unë s'kam nevojë me pa. Më falni. Policia që shkon me hynat lokal, me pini kafe. Ai duhet me ditë që s'ka siguri, duhet me rekomandu me mshel. Polici i lagjës, zyrtari, qeveritari, çdo kush duhet me sinjalizu biznesin e rrezikshëm. Nuk mujna na me thonë, okay, ko ka veç përgjithësia një zyrtarit atje, por sa i s'po e bën, okay. Çka më pengon mua me çuni email? Edhe me thonë, okay, kemi një rrezik të madh. Bes, ka disa vite që përsëritet ky cikli i njëjtë që ne ndodh diçka edhe diskutojmë për përgjegjësitë kënejt AME-s, kënejt komunës. Pse që ky cikël, çu duhet munal? Çka rekomandimi? Çush munal? Fatkeqësisht po mduket që ende s'kemi evolu. Domethënë jemi tu lobu krejt kohën që me kuptu të gjitha aktorët që
Siguria kombëtare nuk është veç kur sulmohesh për një shteti tjetër, po siguria kombëtare është kur të kërcënohet jeta e mira vetave që ta frekuentojnë një qendër tregtare, nëse të zojmë nuk ka bashkëpunim midis shtetit dhe sektorit privat që më u siguru që ata që frekuentojnë një qendër tregtare kanë me qenë sigurt. Ndoshta edhe sektori privat edhe në rastet kur ka për shembull sigurim një vend, e për marrë qendrën tregtare se aty frekuentojnë shumë njerëz, mundet një mungu trajnimi, mundet ka pas iniciativa në të kalumen që me pas Ministria Punëve të Brendshme Biljaso Kohë më konë të shërbisë këshilltar për siguri kombëtare në kryeministri, që me Ministrinë e Punëve të Brendshme me bo një bashkëpunim midis sektorit privat dhe publik për me evitu, për me parandalu disa prej kërcënimeve që ju kanoshin Kosovës atëherë, sidomos në vende shumë të frekuentume. Po, mendoj që problemi është shumë më i madh. Mendoj që si shtet, edhe si shoqëni, hala se kemi kuptu sakt çka është siguria kombëtare, sa rëndësishme është, edhe që gjithë kemi rol aty. Prandaj, këtë kohën tendenca është më provu me gjithë fajtorin. Kur po thu kombëtare, po më duket interesant që edhe zjarrin si rasti në Koçan po thu që është çështje sigurisë kombëtare? Ose nëse humbin jetën 5-9 persona, domethënë ajo është një evidencë. Në këtë vend që na kena në zonë plan terrorist për me sulmu diskoteka. Është një aktakuzë ngritur në këtë vend që ka pas një plan për me sulmu diskoteka dhe me bo kaos. Të mirë jena në qatë aspekt me zbush terroristin, po jo zjarrin. Po keni parasysh, ka pas një vullnet me bo sulm me terroristin diskoteka dhe shteti, për pos parandalimit me arrestu ata që e kanë bo planin, nuk ka reagu me pas mekanizma të sigurisë, me pas mekanizma të me rregullu ambientin, që edhe nëse na ndodh, pasojat me kanë shumë të vogla. Rastet e tilla tregojnë që ki problem me krejt sistemin. Për shembull, të na për me parandalu si vend i vogël që jemi, me limite edhe të kapacitetet njerëzore dhe financiare, me parandalu na kushton shumë më pak se sa me reagu masi ndodh diçka, po tendenca ka qenë gjithmonë me fokusu te reagimi. Prandaj edhe planet reagimit kombëtarin fokusu gjithmonë në reagim. Vonë kemi kriju planin për reduktim të rreziqeve, i cili s'funksionon, nuk është testu kur. Unë kam ngrit gjithmonë shqetësimin që edhe strategjia sigurisë kombëtare, edhe plani reagimit kombëtar, edhe strategjia për reduktim të rreziqeve kur nuk janë testu, kur nuk janë kostu, kur nuk o bo ma një rishikim gjithë përfshirë si në 2014, ku i ullë të gjithë kolegët rreth tavolinës e i thurë, ok, nuk e drejtojmë gishtin ka se cili, po të gjithë e kuptojmë ma qartë të bo ushtrime për se cilin kërcënim e rrezik. Të bo ushtrime tabletop exercises bashk, e kuptojmë kush sak çfarë roli ka në cilën situatë, në cilën rrezik, çysh parandalohet, çysh reagojmë, çysh bëhet, domethënë, reduktimi i rrezikut e kështu me radhë. Edhe diçka kisha dashur të thonë që për me u rregullu një situatë të tillë, nuk është një përgjigje shumë e lehtë me thonë, por duhet me u koordinu niveli qendror me nivelin komunal, me sektorin privat edhe me qytetarët. Që e kanë shumë komplekse. E kanë qu inspektorin komun. Fizikisht, po doket që është adresuqa e kritika që ka qenë për AME-n gjithmonë që nuk po komunikom në nivelin lokal. Ja ka qu njerin. Tash, edhe pse o njeri aty, si mos me folë me zveti. Njëjtë ndërtesjan. Për shkak se edhe korniza ligjore, edhe strategjia, edhe planet operative që i kanë, nuk janë të koordinume, se cili menon që e bën më të mirën, po është mendësia është si ishuj, se cili funksionon si ishull. Fakti që ka zyrën aty, s'do me thonë detyrimisht që jënë të koordinu. Sepse nëse për shembull është kriju strategjia për reduktim të rreziqeve, e krejt akter që kanë rol me zbatu, si janë ftu, so kostu, so bo listja prioriteteve. Jo veçat, po ky që është komun ka lshu pëlqime, ai shefi vet nuk din çfarë pëlqime ka lshu ky. Do me thonë, është punëtori i tij. Prandaj po them që koordinimi është shumë i rëndësishëm. Pjesa tjetër është edhe ndarja e informacioneve. I njëjti problem si me koordinim ekziston edhe te informatat. Kosova hala i ka institucionet, pra po them edhe në aspektin e informatave si ishuj. Secili ka informatat veta, por rall prej institucioneve kanë databaza që komunikojnë njëna me tjetrën. Deri vonë as policia me prokurorinë s'kan pas databazë që ka komunikuar me njëra tjetrën. Ajo rregullu, po të tjerat, secila e ka vetëm për veti informacion. Po du me një edhe për dy komunave tjera, në Suhare ka diskoteka, ka solla, a i kanë qëto pëlqimet, zëti Muharrem Maj? Që duhet më konë edhe pak ma shumë konkret edhe me ditë punën me thel, pasi që ne nas këti debati muj me pas reagime, për shumë nga menazimi emergjencëve. Letjet, ata kanë mundësi me ardhë, kanë pas mundësi me ardhë. Inspektorët nuk janë para 2 muje, as para 2 vjetë, inspektorët janë për mas luftës në komunat të vendosën, për foli për Suhare këtash. Jetu foli për çfarë inspektor? Inspektorët parandalimin e zjarrit.
A janë punëtor të AMS? Janë punëtor të AMS, po zjarfikësat janë komplet punëtor të AMS, po përgjithësinë e ka kryetari i komunës. As nuk interesohen për objekte, as nuk interesohen për pajisje, as nuk interesohen për veshmbatje. Për shembull, ne kohën e fundit kena Kush as nuk interesohet? AMEA. AMEA. Ju si kryetar? Ne si kryetar mundohemi tash për shembull kohën e fundit ke marrë diku 3 kamiona zjarfiksa donacionin, ja kem pasur ministrin me ambasadën japoneze, ke marrë shkallkun e zjarrit, domethënë që ato kushtojnë nuk ka shans komuna me ble. Edhe pajisjet vazhdimisht që dalën ndim, përgjithësinë e morën, po përgjithësinë me legje ka AMEA. Shiqoni tash. Asnjë objekt që ndërtohet Suarek nuk mund të ndërtohet pa pëlqimin e organet e zjarfiksa. Domethënë alshon pëlqim çaj zyrtar. Patjetër. Se leja ndërtimit. Pse ky AMS në Prishtinë po thot asnjë pëlqim se kemi lëshuar 2 vjet e fundit. Jo, shiqo. Në komunën e Suarekës, edhe çdo komunë tjetër, është edhe kolegët Diskotekë është fjala. Shiqo, edhe për diskotekë. Për objekte. Edhe për objekte të larta, sallën sportive, rast konkret, deri tash e ka lëshuar inspektorit që kena pas Suarek pëlqime se lejen se jep. Mirë po tash pas ka ndryshuar diçka që 4 muajt e fundit sot e dërgova punëtor në AME me marr pëlqimin për një sallë sportive për shkollë fillore në fshatin Bukosh. Shishoni, do të më kon pak më konkret. Tu është një problem të ligji. Nuk është mirë për arsye se zjarfiksat e luajnë një rol shumë më rëndësishëm në çdo komunë. Për mua janë njësia parë që mirën me shpëtim. Jo thënë që mirën me shpëtim me shujën e zjarrit. E kemi autostradën. A dhe që çdo 2 ditë ekipet tona duhet me dalë edhe me bë. Mirë, veç këtu debati është pse mos mu përgadit objektet publike edhe private për me i pas kushtet para se me ndodh zjarri. Si jemi të volë çka bojnë zjarfiksat kur të ndodh zjarri. Pse s'ka zër? Ja ka zër. Jo, s'ka zër. Të lutem. Asnjë objekt në monimar me marrën librin e protokollit Suarek nuk lëshohet asnjë leje, jo vetëm të objekteve shtetënore, po as private, pa e pas elaboratin kundër zjarrit. Mirë, po kohën e fundit atë punëtor, domethënë inspektori ty në çon Suarek, nuk ka mundësi më ndonjë më pëlqim, po ne tash duhet më marrë në Prishtinë, me dorëzu kërkesat, me dorëzu elaboratin, edhe me marrë masë prej 30, 40, 50 një javë për me shu. Tash po thojmë për më shumë, mos të bëjmë zonat shumë. Mirë, do me thonë. Mirë, po këtu është problemi te menaxhimi i departamentit menaxhimit. A bën me një pyetje diçka, kur e bën elaboratin, a vjen dikush jo AMS me këshyr çato që apo shune në elaborat, a jetu rajt ajo? Jo, do të thonë që ki shkollë me gjerca, kemi inspektorët që çdo plosh, po them tash unë, çdo ndërtim ka me kontrollue edhe në fund pa bë pranimin teknik, nuk bëhet pranimi i objektit. Po pranik teknik, a i këshyr një emergjencat, a i këshyr një rrezikshmërinë për zjarrit? Këshyr gjitha. Veç për me plotësu kryetarin. Unë po folë se për unë nuk mund të folë për kësera, folë ashtu jam pak më konkrete, mira më shumë për unë e di për çelë gjendin, unë po e them, po këtu e kemi një problem, duhet me cek. Ju po shkoni vetë inspektor. A për të Suarekën që 4 vite që kanë pasur marrë edhe 5 edhe 4 punëtor të zjarfiksa që kanë marrë kurr, e kem krye mandatin me 11 punëtor. A dini Suarekës me ligjit taktojnë më së pakti 30 zjarfiksa. Po folim me ligj, ligjin e kemi bë vet, duhet me zbatu ligjin. Çu ka mundsi një ekip i zjarfiksa të punuan 24 orë. Çu ka mundsi, se dini problemet që kena pas me zjarre vazhdimisht. Nuk ka shumë probleme. Nëse më lejohet, vetëm ta plotësoj. M'fal. Kontrollohen drejtorat çdo 2 vjet, çdo 2 vjet. Shiçoni, është problem. Unë e thirra drejtorin aktual, unë se njo. Cilin drejtorin aktual e? Të kujt? E Departamentit të Menaxhimit të Emergjencës. Agjencionit. E thirra para 2 javë, e thash po turoj thash për një punë që e kemi. Ka një drejtor i ri apo? E thash ne kemi pas tash një marrëveshje, kemi pas do më marrëndue por rreth që 6 muaj me ndërtu objektin e zjarfiksave. Jo, tha për mos moj ta s'ka shans. Mortosh unë kam dosh një marrëveshje që ma keni çu me kry me keni lyp lejen e ndërtimit javë kemi dhënë. Çdo sa ne kemi bogati na. E keni lyp lejen javë kemi dhënë lejen. E keni kërkuar me bë marrëveshjen, kompon po, jo s'kem ta shans, apo më në kesh ta shumë mirë që më tregon. Tash është fjalë një kryetari i komunës me lyp donacion 900 mijë me ndërtu objektin e zjarfiksave kur nuk është pjesë e menaxhimit kryetarit të komunës. Edhe diçka, patjetër. Pizeni jo të mirë, po zjarfiksat kryejnë një punë shumë të madhe. Vetëm një shtëpi në vjet më shpëtu. Mirë, s'është emisioni për zjarfiksat, po du mu kthy te parandalimi edhe përgatitja për mos me ndodh zjarri. Çka munden komunat, që e kanë përgjegjësi me ligj e kemi bë. Planin për zjarrin, planin emergjent, reagimit ndaj zjarrit. Do të thonë këto janë dokumente që janë obligueshme dhe janë të gatshme. Me qelni lokal, çka s'keni bë, që po them, me qelni lokal. Të kuptojmë një element shumë të rëndësishëm, se elefantin e kena në dhomë po i sillum. Jo, nuk po ikëm fare. Kemi qindra objekte banesore që nuk e kanë pranimin teknik.
dhe në to jetojnë njerëz, në to operojnë restorane, hotele, diskoteka. Prishtinë, e ke fjalën mas pari. Komuna tjera të vendit tonë. Objekte banesore pa pranim teknik. Pa pranim teknik, të cilat njerëzit kanë hyrë to pa e pas një test normal a janë të sigurt ajo. Po du me dhonë edhe eksperiencën tjetër. Ne kemi punu me inspektoriatin e punës në inspektime për të drejtat dhe sigurinë në punë. Nuk kemi pas 90% të biznesov që kemi hy. Nuk i kemi gjetë të respektu me regullat e sigurisë ndaj zjarrit. Pra, aparatet nuk janë për me shuk, daljet emergjente nuk janë aty, e shumë më rëndësishme. Se cili biznes duhet me pas një staf të trajnum për sigurinë ndaj zjarrit, i cili duhet me ditë qysh me nxjerr njerëz prej aty dhe çka duhet me bëu kur ka zjarr. Publike, kur po thotë pa pranim teknik, çka duhet me pas ata? Ju e shihni që as ndërtesat publike nuk i kanë udhëzimet edhe standardet e sigurisë ndaj zjarrit. Por na i kemi shkollat që ende nuk i kemi 100% me udhëzues qartë edhe në plan emergjente. Pra, hini në secilën shkollë të Kosovës, shihni a është realizimi po do t'i kenë. Do shkollë në kryeqytet bashkëpunim me policinë në shërbimin e Zjarfikëve i ka planet emergjente. Planet po, ajo në udhëzues të ngjet në secilën derë, ku grumbullohen nxënës. Ajo në udhëzues çu do të nxënësit me hec kur ka zjarr. Kemi fillu. Pra, një objekt publik i cili strehon nxënës, duhet me i pas udhëzues çka duhet me ndodhë në rast se kemi situata të tilla. Pra, mësues duhet me qenë trajnuar ku i mojnë ata. Pra, po flas për sistemi i cili ish dashur në botën ideale. Nëse më lën me ta përgjigjen ta kthej. Nuk na ka ra me gjet një biznesi se 100% i ka zbatu standardet. Unë për biznesin nuk më folë, nuk kam të drejtë se nuk është përgjegjësi e çaj përket aspektit të sigurisë nga zona, nuk është përgjegjësi e nivelit komunal. Bizneset, pra po them, për institucionet publike, për institucionet komunal. Për institucionet po dalë ju tregoj çka është përgjegjësi e nivelit komunal. Me ja çel rrugën Zjarfiksës që me pas qasje, me pas më ju afro objekteve gjithkohon. Pengesat e cilat janë në rrugë, edhe në Prishtinë, ja u pamundsojnë Zjarfiksëve më afro me shuk zjarri. Jo vetëm në Prishtinë, po në gjithë, fakt është fakt. Absolut. Bllokadat e cilat i kanë qitë kompanitë të ndërtimit, lokalet e cilat janë në rrugë, e pamundsojnë Zjarfiksin me pas qasje. Dhe këto e shohim se në shumicën e rasteve të intervenimit. Po kjo është problematike. Nuk ka Zjarfiksi do të me bajt ujë, do të me hyjë me autobote më të vogla, nuk kanë qasje të mirë. Që është problematikë. Po du me një zotin Zhiri, po folni për... Falni... Sumlat me urna, lef, urna luzim, falni. Krishniku i ndgiti disa çështje që janë shumë të rëndësishme, me plot dëshirë, nuk jeni qenë me vizitu, me intervistu dhe me po punën që është bu, po flas për institucionet publike në kryeqytet. Ato që është përgjithësi e nivelit komunal. Shkollat, Shkollat. Krishniku tha nuk i keni udhëzimet në shkolla qarta për nxënës. Çdo shkollë e kryeqytetit është inspektu nga Drejtoria për Siguri dhe Emergjenca, është përgatit raporti detajuar për të gjitha aspektet e sigurisë. Sa i përket daljeve emergjente, aparateve kundër zjarrit, planeve emergjente, gjitha janë të detajuara. Kemi filluar është përgatit raporti. Jo, raporti nuk mjafton që u bogati shkolla. Apo blen me të tregu se çka kemi bën pas raportit. Hajde. Po jone po ta dëgjoj. Interesant çau u bë. Fillimisht duhet bëhet vlerësimi i situatës së cila është gjendje. Drejtori për siguri dhe emergjenca nuk ka pas Prishtinat që 2 vjet është kryer një drejtori, nëse ju kujtohet. E sa shkollat kanë dalë që si kanë pas standardet? Mbi 50% nuk i kanë pas standardet. Prap. Çka kemi bëna? I kemi pajis shkollat, i kemi shikuar të gjitha aparatet kundër zjarrit a kanë afat dhe janë të licencuara. I kemi bërë rekomandime dhe kemi filluar me trajnimin e mësimdhënësve dhe nxënësve sa i përket aspektit e emergjencave, duke filluar me ndihmën e parë, si t'jepet ndihma e parë, si të evakuohen nxënësit dhe cilat janë rreziqet që i kanosën shkollave. Janë të dokumentuara me foto, me raporte, gjitha kemi filluar në janar të këtij viti. Domethënë pas raportit kemi filluar me trajnime. Faza e parë ka përfunduar, fazën e dytë do të fillojmë tani me trajnimin dhe testimin drillit që është më së i nevojshëm. Më herët ka pas drilla, ka pas ushtrime nëpër shkolla, janë ndërprer, nuk ka pas kontinuitet. Tash për këtë vit janë paraqit të bëhen ushtrime edhe në institucionet publike të kryeqytetit, është mbajt vjet një në komunën e vjetër, ku i kemi testu gatishmërinë e institucioneve të reagimit në ndërtesën e vjetër të kryeqytetit, për këtë vit është e parapame në ndërtesën e komunës dhe në hapësirat, në gjitha hapësirat ndërtesat e shumta në Prishtinë pa pranim teknik. Ndërtesat e shumta, pra po them, nuk është. Çka bojnë ato ndërtesa pa pranim teknik që si përmbushin standardet e sigurisë? Ato që tha dhe kryetari. Të gjitha ndërtesat e kanë elaboratin kundër zjarrit. Çdo nuk mundet. Çto pa pranim teknik se kanë. Nuk është bë pranimi, domethënë, jo. Bëhet elaborati. Dërgohet elaborati kur të mirret leja.
Na po Se flasim kanë për marrë lejen qëta. Jo, leja për ndërtim, kur bëhet leja për do me thonë, nëse ti si ndërtues, dëshiron me ndërtu një ndërtesë, e përgatit planin, edhe pjesë e planit, edhe kërkesës për leje është elaborati për ndërzjarrit. Jo, ajo bu mëti. Para 15 vjetëve është bu pa elaborat. Jo, nuk është bu për elaborat. Na A po je flasëm pa elaborat. Nëse është bu pa leje, është bu pa elaborat. Edhe? Na po flasëm për objekte Ato që janë sot vazhdojnë me funksionu. Ato është përgjithësi e inspeksionit të ndërtimit. Cilit ndërtimi i komunës. Komunës, po jo, pra po them, jo vetëm i komunës Prishtinës, po gjitha komunave, inspektorit i ndërtimit. Arsyeja pse po e përmani këtë fakt është Patjetër. fakti që në Maqedoni hapësira ka qenë e adaptuar. Pra nuk ka qenë një objekt i ri ndërtuar për mu shërbyer si diskotek, por ka qenë hapësira e adaptuar. Pra një objekt i cili ka qenë një fabrikë është adaptuar për mu shndruar diskotek. Njëjti kena në situatën. Një pjesë e madhe e hapësirave ku zhvillohen aktivitetet, sidomos natën, diskotekat janë hapësira të adaptuara. Pra janë banesat të cilat janë shndruar në kafeteri, janë salla, objekte ish objekte të cilat janë shndruar në diskoteka, janë katet në alta të hoteleve, të hapësirave tjera të cilat janë shndruar në mekanizma ku grumbullohen shumë njerëz dhe çdo adoptime do të sërish më ricertifiku. Dhe keni parasysh një hapësirë e adoptuar gjithmonë është më vështirë. Sipas te Krshnek komuna a OME-ja? Po kush merr certifikat? Po tash komuna jap leje për me ndërtu, leje për mu adaptu, pra nëse dush me ndru sistemin, destinimin e një objekti prej banes me bo diskotek, komuna duhet me ta dhoni leje, dhe komuna duhet me stopu në momentin ku nuk është qaj dokument prej AME-s. Sipas ligjit në fuqi, ligji mber zjarfikje dhe shpëtim, pronari është i obliguar të kërkoj leje për siguri nga zjarri në Agjencionin e Menaxhimit të Emergjencave. Kuptoj këtë punë. Problemin tash e kemi që na e konstatojmë dhe duhet me nisë me ndërmarrë masa, për shkak se nëse vazhdojmë me injoru, kemi me vazhdu me prit momentin kur ka më ndodhur tragjedia. Pse po e thon kur ka më ndodhur tragjedia? Në Maqedoni diskoteka është djeg për fishek zjarreve. Fatkeqësisht në Kosovë, tregu i fishek zjarreve është i pakontrolluar. Përdorimi i tyre është i pakontrolluar. Importi ilegal i tyre është i skajshëm. E kemi të dokumentuar me ulëmtime të cilat janë pra në Kosovë hyn fishek zjarri certifikuar, ato e dim, me letra doganët. Po hyn shumë ma shumë fishek zjarre të pa certifikuar, të importuar prej lloj-lloj vendit, të cilat ti mundesh ilegalisht. Ilegalisht ka import ilegal të fishek zjarre në vendin tonë, këto duhet me konstatu. Dhe na duhet m'ju tregu njerëzve këtu, mos dhëzni fishek zjarre mrena. Për shkak se shkruan gjumë 1 metër zjarr nalt, mundet me gjujt 3. Është prodhuar në Kinë, është prodhuar në vendet të botës tretë ku nuk ka standarde dhe mundet me shkaktu fatkeqësi. Në këtë rast është qelë fishek zjarri brenda diskotekës rastësisht? Jo, rastësisht ka qenë organizuar. Mrena? Po fishek zjarri kanë udhëzues, a guxojmë u përdor mrena, çu guxojmë u përdor mrena. Po, këta udhëzues fishek zjarrit ilegal i kanë të manipuluar. Nuk e kanë certifikat sigurie që guxojmë u përdor mrena. Tash, çka jena tu po na? Në këto neja, ndasma tona, jena tu po eksperimentet e hatashme, sepse njerëz po dojnë me pas mu tregu që po bojnë diçka shumë atraktive. Veçsa nuk jënë hi edhe me najanije në salët dasma, do me thonë, fishek zjarre, drona, gjitha i bojnë, të rrezikshme. E tash natë njerëzit du të më kallëzu që okej, pritë veç pak se... Mirë, po fol për këtë, jo, po du me ndigju zëtë i gjelin që s'foli heq, në zonën industriale në Drenas, zëtë i gjeli, keni pas zjarë, ju jeni komandat e zjarë fiksave në Drenas, kallëzëm në qatë rast, a kam pas pëlqime që ato ndërtesa, kur u kallën në Drenas? Realisht, sa për këtë pëlqimeve të aty në objekteve, unë i takoj një fushë tjetër që është të zjarfikit dhe shpëtim. Dhe më thonë, kjo është faza, ose të cikli menaxhimit të emergjencave është parandalimi, që në kohë do të thajna është inspektori parandalimit e cili shon lejet. Për këto, po në nivellet... Veç a e din, a ke informacionin, a e kam pas pëlqimet, a se ki këtë informacion? Aty nuk e mënal të pëlqime realisht, aty ka pas shumë probleme tjera më të mëdha sa pëlqimi. Cili? Ka pas problemet mungesës ujtë. Është gjithaja, por kjo bizneset me gjitha ato veprimtari që ka me shumë lokale, me një kosët lartë, nështë buxhetore të investimeve, e ka vetëm një hidrant. Edhe hidranti që është për zjarfikje, do më thonë për zjarfiksa që shërben, aje është, vjen me redukime të ujtë. O, aje ka quj laboratin, e ka fitu, dikush ja ka kalua, ato është, dikush shtetnor ja ka kalua. Që neve për na sjellin probleme këtu. Investime ku nuk ka në parandalim, edhe në gatishmëri, na si reagues të parë që jemi, na kemi probleme shumë mëdha. Dhe më thonë, këty do të munal në ashtë të secila komunë, që të bëjë investime në parandalim. Në që
kosta e do t'jetë shumë e ullë të me kembja, për shkak se ti në qoftë se ndërton me kodet ndërtimeve një objekt edhe i plotëson kriteret një objekt afarist, si do të qoftë ai, do thotë rreziku do t'jetë shumë i vogël. Apo hasni në objekte private të cilat nuk i kanë kaluar çdo kushte. Çka o përvoja juaj? Realisht na nuk e lypëm se na në komunë Drënasit nuk kem zyrtar të parandalimit. Në komuna tjera, Agencioni Menaxhimit të Emergjencave ka angazhu disa inspektor, ku kem shtëpia të banimit, me nxjerr mendimin në shkakut të zjarrit, për çka ka ardhur të zjarri. Me kërkesën tonë ata na dhon raportin edhe dërgojnë në polici ose në komunë. A i ndihmoni ju me e konstatu për çka ka ardhur zjarri? A i Realisht pyesin na juve? jem ata njerëz të parë që ndihmojnë atina. Edhe në shumicën e rasteve Ka nga filluar përvoja rasti, juaj për shkafit po vujmë mas shumti. Çka është Që nëse e flasim Kurimi për këtu, zjarrit nëse flasim në për ndërtesa. këtu janë mosat pa ndaluese janë shumë dapta. Janë dapta, nuk ka shkallë emergjente, nuk ka aparate për shurje zjarrit, nuk ka hidrant atujt, ka shumë pompa derivateve që është bë pranimi tyne. Nështë nuk ka hidrant hiç. Që ajo është elementi i parë, që do të me pas hidrantin. Ka shumë, asi menoj që ka, gjatë përvojat mia, kum hasë që kum kërku ujtë e pompat e derivateve, me furnizu ato mjetë zjarfikse, nuk ka pas ujë. Tëtë nuk funksionon hidranti. Dhe me thonë është pak e dhimshme, është pak... Që realisht këto do të inspektori do të t'jepet mundësia ose të përkravat ma shumë për me dalë me inspektu këto objekte që me shumë shpesh rreziqet. për ju i zjarfiksave thuhet që ju deri në kat caktu mundeni me shku, për te një kati nuk mundeni. Ndrenas, deri ku keni kapacitet me shku, dhe në cili gat? Po realisht na nuk kena pas edhe pse janë dikun mbi 30 objekte ndërtimit larta. Tani. Nuk kemi pas zjarre në ndërtimet larta. Shtëpia banimi, zjarre fushore malore, që edhe neve na sjellën shumë të lashët mëdha këtu, që nuk është bërë asnjë investim për shembull, ka dhët një pjesë e madhe malore edhe nuk ka automjetet e zjarfiksave, nuk mund me depërtu në ato pjesë ku ka vatra zjarrit. Do të thonë një investim i vogël nashta kish me kon shumë domethënës për neve. Kur automjetet e zjarfiksave shkojnë afër vatra zjarrit, nuk është një kohë e pa përballueshme për komunën, nashta për shtetin me investuar. Neve na lehtëson, se më fal edhe një minutë. Automjetet e zjarfiksave shkojnë deri afër zjarrit. Po domethënë me çanta shpinore detyrohen zjarfiksat me 20 litra ujë me shkutit e vatra zjarrit që nashta ka 2 kilometra. Ose automjetet e zjarfiksave janë shumë të vjetra dhe pajisjet e tyre, që nuk kanë minimumi të jetë sipas standardeve. Po du me ju kthy pak Prishtinës, sepse është e popullume. Kemi diskoteka në kate 13 ku edhe me dash sun shkon zjarfiksi. A i kanë pëlqimet? Nuk e di, pra po thëmë, nuk është përgjithësi, me dhëmë pëlqimi për zjarre, nuk është përgjithësi e komunës, du të me kuptu që ta. Po lejen për diskotek, a e merr një vend edhe nëse je smunët me mri zjarri aty? Pa tjetër shikohen se nuk, shiko, shkollet më të larta, kolega më plotëson, që i kemi marrë tash, për herë të parë, i kemi marrë një shkollë nga AMI-ja, që kushton mbi 1 milion euro, edhe falemderojnë AMI-s publikisht, është 55 metra. Nuk është shkollë më të larta, kur kënë butë. 55 metra në shkollë më të larta. Për këthema në sotin kat mundët me mri kjo? Që, po e marrë hotelin Grand, se është qendër Prishtinës. Jo, hoteli Grand është ma i vogli, ti ki hotelet që ndërtu të Rami Sadiku, 20 kat, nuk ka ma shumë. Por... A mrin dhe 20 kat 55 metra shi? Ndësha, 20 kat mbrin, po nuk është e parapame me shkallë të larta të mbrijet për jashtit. Aspektet janë, zjarfiks intervenojnë për brenda ndërtesës, nëpërmjet shkallëve emergjente, hidrant du t'jenë funksional, t'jenë detektorët apo senzorët e tymit që e bënë alarmimin dhe fikjen automatike të zjarrit. Nuk është të thone që vetëm prej jashtit intervenohet. Ne kemi pas rastin vitin e kaluar, ku kemi intervenu, zjarfikse i Prishtinës kanë intervenu në këtë ndërtesën ku ndërtohet hoteli Marriott, nëse se ka bëj emri është tek kompleksi Rami Sadigut për ball aty. Fati ka qenë që kanë qenë skelet e jashtme dhe kanë intervenu. Pra nuk ka shkollë më të mëdha se 55 metra që me intervenu nga hapësirat e jashtit. Intervenzohet për brenda nëpërmjet shkollëve emergjente për shkak se ato sistemet e parandalimit. Po veçanërisht Prishtina që i ka 55 metra për momentin, apo kanë edhe komuna tjera? Për komuna tjera nuk kanë asnjë komunë. Vetëm nëse më lejohet për korrektësi. Duhet të them ato çka tha kolegu. Beta bërsh edhe një gjë.
ne kemi has, gjatë inspektimit tonë, që një pjesë e madhe shkollë nuk ka pas shkolla emergjente. Është e vërtet dhe ne këtë vit jemi duke instalu shkollat emergjente në 4 shkolla fillore dhe do të vazhdojmë edhe këtë vit në shkolla tjera ku nuk ka shkolla emergjente. Ne duhet të themi që ku ka pas mirë, ku nuk ka mirë, jemi duke intervenu. Pajisjet i vetmi është pra po them kemi pas Mas që tyre 4-ve, sa shkolla ju mesin pa shkolla emergjente? Edhe 6 shkolla tjera që pa shkolla emergjente që i kemi shtin buxhet dhe do të intervenojmë edhe në këtë vit. Do të thonë ne kemi jeti vendin tu dhe jemi duke punu që me përmisu. Edhe këto janë shkollat vjetra. Po flas për shkollën Asim Vokshi, po flas për shkollën Zelën Hajdini, po flas për shkollën Elina Gjika, që janë shkolla që ndërtu vite më parë që janë plotsu asnjë standard dhe duhet të renovohet në to. Çka është më rëndësi të theksohet atë çka e tha sa i përket përkrahjes që kanë zjarr fiks. Kryqëzitetin ata po kritikohemi edhe prej komunave tjera se pa dash me qenë modest. Ne që 2 vite kemi bërë investime të jashtëzakonshme në shërbimin e zjarrfiksve. 70% e buxhetit edhe viti 2024 edhe viti 2025 është vetëm për zjarrfiksje. Vetëm këtë vit do të blet automjeti sulmus 400.000 euro. Do të blen 2 automjete taktike për teren. Kur do kryet sepse? Si vjet është hap tenderi, vetëm është në procedura tenderimit, është 2025, apo flas për 2025. Kuptoj. A din sa herë janë hap tendera për autobusa e s'kan ardhur autobusat. Po flas për drejtorinë time, nëse takomi brenda 6 muajve, nëse nuk janë të realizuar, mbajmë për. Drejtoria jote më thashë 3 vjet, jo 2 vjet. 2 vite. Ha ne. 2 vite, mbajmë për fjalë. Vitin e parë nuk ka pas buxhet 2023 kur është kriju, vitin 2024 kemi pas investime tjera, ti theksoj gjitha investimet që mbo, vitin 2024 për drejtorinë po flas për zjarrfikse. Është bo pompa zhytëse për objektin e zjarrfiksve, dyert e garazheve, furnizim me kamion cistern për ujë të pishëm. Artikuj për higienin mirëmbajtje. Se nuk ka asnjë cistern nuk ka për ujë të pishëm kryqëzitetit. Ai vjen zjarrfikse ujë të pishëm. Se për arsye se kemi dëgjom. Kemi qytetarëve, na nuk kena përmirë. Atë në shërbim qytetarëve, dëgjoj. Unë me gjithë respektin ti ke investuar shumë të zjarrfikse, unë e di, jam dionishëm. Zjarrfikse nuk është për me shërbim qytetarëve me ujë të pishëm. Dëgjoj, nëse ndodh një rast emergjent për mosa shumë të vogla, na jemi të furnizuar qytetarin që ti tërkushosh për këtë punë. Kush? Është kërëmeja, sa autobuta e ka Kërëuja Prishtina për Prishtinën? Për cisterna për përgjithësia për veti. Ne si qytetarëve me ujë të pishëm. Absolut. Ne si kryqëzitet kemi përgjegjësi dhe i përgjegjësim e kemi marrë përgjegjësi. Kur ka ndodhur rasti i Badovcit, kur gjysa e Prishtinës nuk ka pas ujë. Ata janë drejtu komunës, jo drejtu zjarrfiksës, jo drejtu Kërëus. Si kanë drejtu? Jo. Ne ju dashur të dalim ndim. Kërëuja s'ka pas. Me gjithë respektin që bëhet kjo punë, po nuk është punë e zjarrfiksit me qytetarit me ujë të pishëm. Pajisje, artikuj për higjen, pajisje për të lënduarit, ushqimit ditor, hera e parë kryqëziteti që i ushqen zjarrfiks me kuzhinën qendrore 3 herë ditë marrin shumë. Talasha kanë zjarrfikset në vani. Shujtat nxehta. Mbi 70 mijë euro investu vitin e kaluar dhe këtë vit do të vazhdojmë për ushqim zjarrfikse. Për këtë vit, pa ndosh kërkoj ndjes. Largimi, trajtimi deponive të materieve të rrezikshme. Dini se sa probleme kemi me azbest edhe me materie të rrezikshme në përgjithëta qytetet. Zjarrfiks përballën bazat ditore. Sa i ki largu, sa deponi? Kemi hap tender, domethënë kemi këtë vit do të fillojmë. Kemi bë për herë të parë fondin emergjent për fatkeqësi natyrore. Ushqimin ditor, furnizimi e gjithë për aparatet. Faleminderit, po duhet me ju kthy temës së emergjenca. Më fal, atë se si kemi kohë për krejt buxhetin shqiptar. Veç pak, po don me intervenu që sa. Bes një herë, më fal. Bes. Fondin emergjent po. E kemi ta provuar. Pra 2 vite na kanë larguar. Jo kanë larguar. Ne kemi 50.000 euro, kemi fond emergjent kryqëziteti ka këtë vit. Urdhë. Veç dashta më kthy te niveli i vendit edhe menaxhimit të emergjencave se ka rrohet që ky incidenti Maqedoninë Veriut edhe tash është bë temë, po mirë që u bë temë, po fatkeqësisht nuk bën me vazhdu më bë temë deri të na ndodhë edhe neve diçka. Mendoj që nivel të vendit, që është përmenda në fillim, ka vedije shumë tolt edhe sidomos te sektori privat se edhe çfarë dome ata psojnë në raste që nuk investojnë në parandalim. Domethënë as qytetarët nuk e kanë vetdijen, as sektori privat investon miliona një super biznes e i dhimen ndoshta disa mijëra euro me investuar në parandalim të hershëm për rreziqet që ka Kosova, ndoj termet, ndoj rast zjarri, apo ku ta diun e kemi edhe një listë tjera, po këto ma shumë i prekin ndoshta ndërtesat. Ndërsa e kemi të njëjtën të qytetarët, për shembull zjarret e qëllimshme.
ne e dim, nëse udhtojmë për Kosovë, enda njerëzit i ndezin livavet. Ofër një pylli, me raste frynera shumë, absolutisht nuk ndikon ajo që me qytetarë me kuptu që bilen që a ditë që po frynë shumë era, mos provoj me bo diçka të tillë dhe shumica e rasteve të zjarrvënieve janë si pasojë e neglizhencës edhe e morin për asgjë se s'ndodh. Nuk e kalon kufinin zjarri. Domethënë ai del jashtë kontrolle. Domethënë jetu veç po du më nal, jetu e vënu vëmendjen të një gjatë që na u ka bo, jemi na u ka mësu syni me vëzit në për Kosovë, me pa zjarre edhe as nuk thirët në telefon, dikush sepse nuk është qaq i madhë. Pse po ndezin njerë zjarre, apo e dim bes me qëfar logjike? Po livavet për shembull i ndezin për shkak se e kanë lënë pa u marrë me to edhe janë mbushur me bare, me otho, nuk e mbledh hiç, si vyn për kur gjo dhe e ndez. Që domethënë ajo e rrit pleshmërinë, se tash unë fermer nuk jam, po e rrit edhe pleshmërinë. Por ekziston e njëjta situatë, të lutem, veç se kom disa pika që po mendoj që janë kritike me kuptu. Te parandalimi i tërmetet, po du me marrë një shembull super thjesht. Edhe te këto stuhit. Te tërmetet, çdo qytetar të na, sipas gjitha gjasave, e ka një orman ku i madh kpucat afër derës. Dyrë të na qelen mrena. Në qatë moment që ormanat të na nuk janë të montu me dy shrafat thjesht mur, një tërmet i vogël mundet me ta bloku derën, të zojmë. Unë jam shumë i sigurt që me dalë në terren, shumica, kjo është një metodë parandaluese që vetë nuk jemi të obliguar ligjërisht per se, por rekomandohet me u bë. Shumica jo nuk e bojmë si qytetarë, diçka shumë e thjeshtë se mendojmë që hajtë se neve nuk na ndodh. Çka po thu me bo shumica qytetarëve, ta kuptoj që të këshill që po e jep, me mobiljet duhet me qenë në vende ku ka rrezikshmëri për tërmet, duhet me qenë të montume në mur. Domethënë edhe nëse e ke ble, mundesh me shrafa me montu në mur që nëse ka lëvizje, ormani mos më mbyll dyert ose dritarët ose hymje nëse sigurta shumë. Eksakt. Ose në rastin e stuhive për shembull. Ne kemi mri edhe deri te humbja e jetës në Prishtinë për shkak se kemi pas një sistem të alarmimit që dhe nëse s'është shtetëror pa pagesë mundesh me downloadu, ku tregon që kur është kodi portokallt nuk duhesh me dalë në ambient hapun. Kështu që vedia është shumë e ulët, jo vetëm nivelin shtetëror, po edhe te sektori privat edhe te qytetarët për gjëra që janë të parandalueshme lehtë. Pika tjetër është te përgjigja. Na për me parandalu është shumë temë më e sofistikuar se lyp me rrit vedijen. Po në as të përgjigja nuk kemi, domethënë, kapacitete adekuate. Zjarr fiksat në Kosovë, prej pajisjeve personale, moska nuk kanë, kolega mundet të më korrigju, moska për vende me temperaturë të lartë nuk kanë, pajisje që janë rezistente, personale, veshje, kundër zjarrit nuk kanë. Të gjitha kamionat të cilat janë të shpërndarë nëpër Kosovë, unë po garantoj sot më dalë mi vlerësu, nuk janë kompatibile me njëna tjetrën, se shumica janë donacione ose kryetarë të komunave në bazë vullnetit mirë kanë provu me një mund diçka, domethënë nuk kena harmonizim. Tjetra, nuk kena sistem të alarmimit të hershëm, që domethënë nëse një pend është të dashur me u vetë shkatru për shkak ndaj problemi strukturor, me të lajmëru përpara se më ndodh, ose kur te rasti vëshimeve, tek tuk mundemi me pas diçka, po nivel vendit s'ka. E sidomos sistemet të alarmimit hershëm në vende rurale, larg nuk ka fare. Edhe tjetra, nuk e kena një qendër të alarmimit për emergjenca, kur të ndodh diçka, centralizum që sigurohet që krejt qytetarët e vendet në çfarë do kohe munden mu alarmu. Le që munden mu alarmu, po dhe kuptojnë kur bjen alarmi kush çka duhet me bë. Ajo është shumë ambicioze me mendu. Tash po du me përfundu me pjesën e shkollave. Nuk është momenti Kosova, domethënë 25 vjet mas lufte, disa vite mas pavarësisë, me vazhdu me drejtu gishtin ka njëri tjetrit, sepse kur u marru shteti Kosovës, gjithçka prej zero së dashur me kriju. Kështu që hala kemi na hapësirë për më u përmirësu. Problemin që duhet me zgjedh që tash është me kuptu çysh korrigjohen çto gabime. Çto gabime nuk korrigjohen tu vepru secili individualisht, po tu u koordinu. Nuk mjafton me pas një strategji, nuk mjafton shkollat publike me pas strategji të menaxhimit të emergjencave. As plan të reagimit, duhet me pas drille obligative, ushtrime çdo 6 muaj minimum, ku kur të bjen zilja, secili nxënës, domethënë mas pari dihet kush në shkollë ka më qenë përgjithë, secili nxënës e din ku ka më shku, ku ka më grumbullu, çysh ka më reagu te zjarri, çysh te vëshimi kështu me radhë. Jo vetëm në Prishtinë. Jo çdo qytet, po edhe çdo fshat, çdo kon në Kosovë duhet me pas, domethënë, planin familjar për shembull sot
Pra po kthehemi te vedia, në OMJ-n website e ki planin familjar, mundesh me downloadu edhe me bo një plan me familje, me thonë qëre, nëse ndodhë që kjo, se edhe nëse cilin komunitet dikujn, unë jam rrit në pej ka ndodhë shumë vërshime. Me pa pas një plan, për shembull, shumë ndihmon me ditë fëmija jot mëson në shkollë, ku ki mu bashku, kon ki me thirr, që mos me bo panik. Te rasti, po kthehem te Maqedonia e Veriut, përveç këtë problemeve që i ka pas aty. Ma pak ndoshta kish me pas vdekur nëse prap, kur ka ndodhë rasti, kishin ditë, s'kishin paniku, dikush kish tek qarsh, dikush e kish marrë, që më thonë, me udhec rastin edhe me vlerësu, edhe me thonë, tash është rrezik. Jo me prit, do më thonë, me dojë gjithë shka për kontrolit. Problemi maj madhe është që kur nuk ka ushtrime para prake, pri panikës, bohën do me halomat më do, edhe në lëndime edhe njerës. Kështu që, ky problem është shumë maj madhë se sa nështë edhe që duket e që mujme të diskutu një emision. Dhe mundet mu regullu që nga qendra nëse jepet vëmendja, fokusi, bugjeti dhe përkraja e duhur. Faleminderit, dashtë të më thonë diçka? Ja, dështë me thonë, do më thonë përgjithësinë që të bajnë dhe drejtoria urbanizit ku i lëshojnë lejet, pa që dokument nuk lëshohet leja, mirë pa masënej për shembull inspektorit që është para ndalimit do të me përsjell punën deri në fund. E këto tash kohën e fundit ju dini që ka dalë ligj legalizime për shembull që marrë objekte shumë pa leje, edhe këtë është ka më na kushtuar, a për ndryshe një objekt që nis të rinë Soarek me aprovimin e harta zonave dhe planit zhvillimor nuk ka mundësi asnjë milimetër me shtu ose gjatësinë ose me shku më lart. Te shkallët që i tha drejtori, është vërtet që na këtë vit kena marrë donacion shkallët kundër zjarrit, se më të vërtet aty ku ka banime të larta, e të seki drejtori, po është problem me hinë që ose me vakur një zjarë, që ose me hinë për mranit, ose për shkallëve që janë rezervë, ose me automjet për ndryshë është problem me hinë me përshtunin e të njerët. Zëtë një gjeri? Po, më falë, besoj që i kontribuan pak e debatit. Se cila komunë e ka planin e vlerësimit rrezikut. Se cila komunë. Disa janë në proces hartimit këtij dokumenti, disa kanë hartu edhe pse me vështirësi. Te plani i vlerësimit rrezikut janë disa skenarë që paraqiten aty për rreziqet e mundshme. Edhe ato rreziqe që kanë ndodhur. Rreziqet vlerësohen 100 vite mrapa. Nëse ka ndodhur para 100 vite në vërshim në Prishtinë, prap do të më ndodhë. Është shumë e thjeshtë kjo me pa një plan vlerësimit të rrezikut edhe me ditë cilat rreziqe na presin neve. Rreziku mund të jetë hipotetik, mund ndodh, mund mos më ndodh. Po nëse kiti një plan të mirëfill që është punu, edhe se ma herët diskutuam me Besën që çdo plan do të rifreskohet çdo 4 vite, të paktën çdo 4 vite. Se mund me ndryshu rreziqet, karshi, investime që i bëhen mana në qyteti. Për shembull tash kemi probleme që pak më ndërlidh me zjarret fushore malore, ku po ndodhin si zakonisht të banat, të barnishtat që bëhet krahimi i arave, tokave, e sidomos vikendeve. Mas jeni ju zarfiksat, njëjtën pyetje që ja bona Besës. Pse po ndodh kjo? Pse qytetarët me kaq lexheritet dhe relaksim e dhezin na e shohim që në një tardhme nuk e di sa të largët, nuk ka zona rurale. Ka zona urbanistike. Investimet në zona urbanistike për minimizimin e rreziqeve janë pakta. Pak ka ndodhur ato që mi najt gati me plane, me projekte ku që është bën ndërtimi edhe rregullimi në lagje. Pse po kallet ora? Ora digjet për shembull se vikendeve unë shkoj në Katun, PK e kam për jardën, edhe tash në pamundësi për me kosit barin që është aty, ja vej flakën. Edhe nuk mund të pas në kontroll, domethënë. A është e vërtetë që është më e plleshme se ç'shtu menojnë njerëzia? Jashtë kanë menu përpara që më e plleshme. Ja, nuk është më e plleshme ajo. Ato mund më fol dikush që është faktune. Ajo është ndikan për të flora të fauna është shumë e dëmshme për shkakun nëse me dosëm një zjarr, domethënë sipas aty agronomët që janë dikon 3 vite nuk rrin gjallë, ajo nuk e fiton ato aspekti kriminalit që lidhet me prerjen e pyjeve. Ministria e Bujqësisë të lëshon leje me prej pyllën në rast se ajo është i djegun për me rehabilitu dhe me ndreq. Kjo është arsyeja pse na, në situata kur nuk kena temperaturat nalta, na kemi djegje masive të pyjeve. Për me marrë lejen, me shku me prej malin tonë, është ma mirë me djegë se ma letë të lëshon Ministria e pyjeve. Lejen për me shku me prej këtë element. Dhe kjo është njëri për shkaktarëve pse na kena në muajin mars, prill, maj, djegje masive të pyjeve në Kosovë, në kohën kur zjarri nuk është dashur me u pasë, s'ka me çka mu inicu, pra ka djegje të qëllimshme. Dhe na nuk kena hetim penal pse kjo po ndodh. Edhe e dyta nuk kena reagim prej agjencisë të pyjeve, që edhe në rast se është djeg, ai që e ka djeg mos më ja leju me përfitu prej saj. Ku pedin agjencia, ç'është me ditë Ministria e Bujqësisë kush e ka djeg? Nuk ta lejoj. Edhe nëse e ke djeg, nuk ta lejoj me preçat mal, sepse e ke dëmtuar. Ai s'u shkon me pranu që e ka djeg. Ai po thotë veça më me mal. Arsyeja, qëllimi
Nuk është veç për me pastru, është për me prej, për me përfitu prej saj, dhe këto do të me kuptu. Na veç pak, se është diçka, do me thonë, po tuqin, Kosovë ka leq që thot, nëse mali është i djegun, ti mund është më shku me marë. Shkon e prejnë, sa i druni i djegun, a i thohat edhe pastru. Shkojnë e prejnë edhe marin lejen për me mujtë me prej malin. E dyta, që prape kemi vëdu mu këthy të tema e lejeve ose pëlqimeve. Ato që du të me sëqaru për publikun. Agjensin për menagjimin e emergjentave, nuk e kemi pyet sa leje i kalëshu në Krejtë Kosovën. Ne kemi pyet sakt sa leje i kalëshu për diskoteka dhe lokale nata. Është shumë më rëndësi me pas to. Në 2 vjet e fundit na kanë thonë 0 leje. Pse është më rëndësi kjo punë u thonë? Për shkak se në rast se një objekt e ka pëlqimin për me qenë lokal, për me qenë market, dallimi do të ishte për më shëndru në diskoteka, ja, do të me pas karakteristika specifike. Dhe objekti, unë këtu po flas për faktin se objektet janë adoptu. Dhe janë shëndru në klube natë, janë shëndru në lokale, diskoteka e tjere. Pra, ti mundesh me pas një objekt banesor, në të cilën ti e ki një podrom, i cilë e ka marrë pëlqimin kundër zjarrit, sepse ajo është llogaritet që është podrom, ku ti kemi shku mi la teshat, ku kemi la një depo, ku ti kemi hy një njerin ta. Dhe ai podrom tash është bo diskotek. Tash që të shëndrohet problemi? Sepse ai podrom nuk mundet mu shëndru as në diskotek, as në klub natë, sepse ai nuk ka kapacitet për mi prit 100, 200, 300 njerëz aty, sepse nuk ka dalje. Kjo është problemi të cilën na e kemi në tavolinë. Pra, OME-ja mundet me lëshu komplet për një objekt lejen. Mirë për nuk e ka lëshu që poshtë tina mund me hy 100 njerëz. Dhe kjo është problemi që këta inspektorë do të me dalë me konstatu. Fatkeqësisht, na dim, në shumicën e qyteteve tona, kemi klube natën podrume, në hapësirat e cilat e kanë vetëm një derë. Në cilat inshallah se bon Zoti me na ndodh diçka. Kur po ndodh zjarri, po akuzohem na. Kur të ndodh zjarri, na nuk mujna me njek njerëz. Mos të harrojmë, nuk është vetë zjarri. Ka shembuj në botë ku për shkak të panikut njerëzit e kanë shtyp njëri tjetrin, ku për shkak të një incidenti minor, për shkak të një rrahje, njerëzit e kanë shtyp njëri tjetrin, dhe pastaj aty turma është e pakontrollueshme. Pastaj qasja është e pamundshme prej njerëzve dhe kjo është problematikë të cilën unë mendoj që duhet me pas një standard dhe me vazhdu tuti. Zotni Pushtica? Kisha dosh dëshirë të lidhem me ato që të kthena të parandalimi që është jashtëzakonisht shumë e rëndësishëm. Folëm për zjarret fushore dhe pyore që kanë qenë thashtë muajin e fundit, mund të them vetëm vikendin e kaluam në kryeqytet, edhe me fshatra, po them, i kemi pas 36 zjarre fushore dhe malore. Gjitha janë me të qëllimisht të ndihzura. Me bashkëpunëtor. Na bashkëpunim me policinë. Ku po din që janë? Kemi kërkuar nga policia dhe 8 persona janë në ndjekje penale. Janë? Po. 8 persona janë ndjekje penale, kemi thirr policin, kemi bërë takim këshillit të kryeqytetit për siguri. Që nxjerrën njerëz që po ndëgjojnë. A çka, domethënë, prej kurshit është ndjekje penale, për shembull thonë orën teme me koll. Gjithmonë, edhe kodi penal dhe kodi procedurës penale nuk lejohet. Ndezja qëllimisht me zjarre është vepër penale. Dhe sa dënohet? A dënohet dikush Kosovë najherë pse e ka djegë? Nuk e kam të dhënë, nuk e di, po prapë po them. 150 euro deri në 3000 euro është dënimi, pavarësisht prej sa ka pas lëndë. Burgsin, kjo po thotë penale. Penale është me një burg. Dënimi është tani borët për gjykatës. Policia fillon ndjekjen penale. Tani po them, çka po them? Parandalimi tek zjarret fushore dhe pse u ngrit si tim. Njerëz e kanë atë bindje, ju ka pjek në kokë, ajo. Çka kemi bë? Edhe këtë ju ka pjek në kokë veç kryet në fund? Ndezja e zjarreve, se ndezja e zjarreve, do të thonë se djeg orën është më e pllashme dhe duhet të djegët. S'është e vërtetë. S'është absolutisht s'është e vërtetë. Çka kemi ndërmarrë na vetëm për vit sa i përket parandalimit. Pa dosht, mos me thonë që s'po jemi modest, po thojmë kemi bërë diçka. Vitin e kaluam bashkë me policinë, me bashkitë lokale kemi shtyp broshura, kemi pas takime me qytetar. Ju kemi shpërndar broshura, më thonë mos ndezni zjarre. Kemi bërë video promovuese. Ku i keni shpërndar? Në përgjithësa bashkitë lokale, Prishtinës, të kryeqytetit, në bashkitë lokale, në shkolla, bashkë me zona rurale ai ke shpërndar. Po flas për zona rurale, të gjitha bashkitë lokale. 2. Kemi pas me Bashkinë Islame të Kosovës, kemi kërkuar nga hoxhallarët që në të gjitha xhamit Prishtinës, fshatrave, kur është fal xhumoja, që edhe ata me ngrit sensibilizimin me thonë njerëzve, edhe nga aspekti fetar nuk është mirë me ndezë. Është tragimit kombëtar që do të bëhet. Do të thonë, i kemi bërë thirrje qytetarëve. Kemi bërë kampanja, kemi bërë video. Masi ki bërë kampanja, me 14 shkurt e ki pas diskotekën që është kollë Prishtinë. Çka ka ndodhur? Që unë po flas. Po flas. Unë po të flas e ki pas diskotekën që është kollë pa njerëz, po kollë.
Po, e tash... Bona raport për qatë diskotek pse o ko? Bon inspektori e bën jeta. Po, a i kinë zonë 7-8 veta që kanë bo zjarë? Na po flasëm Do me për zjarë thonë, i fushore. kinë njek penalisht. Për zjarë fushore. Mirë, zonën fushore. Zjarë fushore. Pse mos me aplikut njëjtin që e ke apliku Aplikohet. me zjarë. Zona fushore, te që kjo diskotek, që shokoll diskoteka? Diskoteka hetimi e bën policia dhe policia bën hetimin. Nuk e bën A e ki komuna. vetë policin që shokoll diskoteka me 14 shkurt? Ende s'është kry raporti. Do të mu hetu, Ajo është hetim. Ajo është hetim. Çka është problemi? Qëre, Është se veç na për duhet me- me konstatu që zjarri mundet me na ndodh. Mundet me ndodh. Edhe Po, duhet po me them pas që sa i përket aspektit parandalus. Shkaktarin shkaktarin e zjarrit, Zjarrit e përcakton- e përcakton mendimin e shkaktarit e zjarrit është inspektori parandalimit. Bashkëpunim me trusin Me dhe policinë. policinë. E morrin mosat edhe e gjën. Vlen të theksohet nashta kjo që në te fusha parandalimit më si po flasë pak më shumë. Unë në 2012 që nga 2012 çdo vete në kombo kërkesë në komunë që për më hap një pikë zjarfikse në Kamaran. Për shkak si pikë strategjike, për më mbulu gjitha autostradat edhe rrugët regionale në Velvanej. Dhe të jetë një njësi elite për intervenime të shpejta. Pse e tham këto? Edhe pse ka qenë arsyeja pse e baj? Domethënë, unë do të mbylshu zonën e përgjithësisë ku e kam në territorit të komunës Dranasit për me shku ndim ndoshta Malishevës në aksident komunikacioni. Domethënë, unë kam lënë pa mbulueshmëri komplet komunën Dranasit. Nëse do të ishte një ekip në Kamaran, që është qendër, që do të intervenon në çdo pikë, në çdo cep të Kosovës, vetëm për këto raste sidomos për aksidentet komunikacionit rrugor, do të ishte një projekt shumë i madh. Ai fundit nuk është investim për mua, nuk është investim. Okej. Isha dosh dish me shtu për rrugë, koleg, po më mirë që e ngritet çështjen e infrastrukturës, sepse për me pasat ndërlidhur në ajo na duhet me kuptu që për shembull koha e reagimit të zjarrfiksave varet shumë prej infrastrukturës rrugore. Një shembull konkret që kemi rastin e Ferizojit. Prej së borë rrotullimi aty edhe o shliru pak komunikacioni, do më thonë prej 7-18 minutave përgjigja në secilin pikë në Ferizaj ka kalu në ditë. Në 8 minuta, do më thonë është përgjysmu koha reagimit të zjarrfiksave. Bile nëse s'ka baj, kryetari e ka inauguru rrugën me autoambulancë edhe një kamion zjarrfiksave, veç për me dëshmu që qajo infrastrukturë ndikon edhe në ngritjen e nivelit menaxhimit të emergjencave të reagimit. E qajo vlen gjithkon në për komuna, do më thonë, edhe te rrugët edhe te qasja, që e përmendet te qasja tek banisat, infrastruktura shumë ja u determinon zjarrfiksave. Do thonë, edhe nëse ja u bën ti kapacitetet zjarrfiksave në maksimum, edhe adreson edhe çështjen e ku i takojnë edhe pagesat edhe ekip Kamaran. Ai do të ndihmon në parkun e biznesit që është vetëm 3 minuta larg prej parkut biznesit ku është në Karatisar. E kemi aeroportin e Prishtinës 4 minuta gjys. Mirë, a bën veç me pizët në gjeli, e di që so përgjësia juj, veç pri që ka ndodhë zjarin drenas. Ajo, a o përmirësu gjendja e hidrantave, e kushteve për zjarin e arshëm? A kena mësu në ajsen, njëjtë si për Parku biznesit realisht edhe nëse nuk i ka njësit e veta zjarrfikse, të pakten do të mi pas një zyrtar parandalimit. Me inspektu ato objekte. O, që duhet për diviq, a ke po që ka ndru në ajsen, a e ka që a zyrtar? E di që so përgjësia jote, pra po të thëmë. është qa, nuk besoj që ka ndru, nuk kam të pakten, nuk kam një ori. Nuk kam një ori, edhe pse unë kom kërku vazhdimisht që projektet që janë në realizim, edhe të pakten çdo hyrje të fshatit të ketë një hidrant. Aty ku ka rrjetit të ujit të ujësillësit. Domethënë që neve na mundson në lartëso punën për furnizim me ujë, sidomos ku kemi rastet zjarrit. Që ty pyes juve zotni Muharremi, a keni çdo katon qysh kish me dasht një zjarrfiks, kish me dasht çdo katon me pas një hidrant? Jo thonë të drejtën, shqoni, na mujmë me rregullu infrastrukturën, mujmë i bë objektet, po kemi problem ndonjëherë po them të numrit zjarrfikse. Rast të konkret Suarek e dini të edhe në fushat kur pas premtuaj kom bë 2 stacione. E kom lënë stacionin kryesor për shkak të hapësira më konë shumë afër qytetarëve. E kem studençan kam për rrutash për shkak i bothojnë. Ose kom bë në stacionin e policisë se kanë kërkuar çiktar siguri, unë e kom bë tash ja vlerësoj pse e ke bë. A kuptoni, domethënë tash kemi mundsi 2 fshatat më të mëdha në rrugë. E kjo që e ki pru që tu që të elaborat liber? Kjo është projekti më i mirë, por kjo objekti i ri zjarrfiksës që kam bë që kom shule, që më kanë kërkuar me shule me da territorin ja kom bë gati, në fund kanë thonë hajde në shkruaj, mos e në shkruaj tash. Tash unë duhet me gjetë donacion. E cekë edhe kjo vajza edhe kjo djali, domethënë ke mundësi mi bë, dojmë, ndihmë, po na mungon infrastruktura. Njerëz Me plotsu kryetarin një çështje se përket numrit zjarrfikse. Për 3 vite. 3 vite kemi lut Agjencioni e Menaxhimit të Emergjencave me shpallë konkurs për 30 zjarrfiks Prishtinë. 3 vite i kem të dokumentuara takimet, emaillat që kam dërguar. 3 vite nuk kanë hap konkurs. Pse nuk e kanë hap konkursin, a din? Arsyeja vetëm ka qenë se pse ne si kryeqytet kemi kërkuar me pas një antar në komision përgjithës
i komunës që me konë me mbikëqyrë procesin e rekrutimit. Për arsye se në konkursin e fundit që ka ndodhur, janë marrë 22 dhe enda ato janë një ndër gjykata të shty, se s'kan mujt më punësu. Pse? Për shkak problemit që ka pas ish menaxhmenti i komunës me AME, nuk i ka pranuar ata punëtor se nuk ka qenë pjesë e përgjedhjes. 3 vite kemi lutë. Më në fund këtë vit është hap konkurs janë pranuar 28 zjarfik. Komision? Jo, nuk na kanë ftuar, nuk na kanë absolut na kanë iniru. Edhe pse kemi kërku pëlqim, kemi kërku edhe kemi kërku pëlqim edhe nga Ministria e Punëve të Brendshme, dhe kemi kërku mendim. Mendimi është këtu pozitiv nga zyra ligjore që thotë që komunat kanë të drejtë që jenë pjesë e komisionit përgjithës, nuk na kanë ftuar, i kanë marrë zjarfiks. Këtë rekrutim e bën Ministria e Agjencioni i Menaxhimit të Emergjencave. Si drejtor është me ku punëtori për Dëgjoj. Që po të tregoj pse është problem. Se që kjo punë, se po bëhet kaq e madhe. Që po tregoj pse është. Domethënë a vlen me i hub 22 punëtorë veç pse si në këtë tema? Ne kemi kërkuar, ata nuk e kanë hap fare. Imi tërheq për asoj. Kemi thonë, "Okej, bëne, nuk e kanë bë." Na kemi kërkuar që të jenë spaku qytetar të komunës së Prishtinës, se nuk mundi me marr një zjarfik spi Dragashit, me orë me punu në Prishtinë. Tregoma logjikën. Në fund. Tregoma logjikën. Ligjërisht nuk është e ndaluar. Mundet me. Po pse po e ngrit këtë problem? A ka qenë që kjo problem? A e kanë marrë Dragashit? Po, kanë marrë komunave tjera në konkurs, edhe në këtë konkurs, Në shta s'ka pas mjaftu shumë aplikantë të Prishtinës. Dëgjam. Në konkurs me ligj është e përcaktuar që të jetë nën moshën 30 vjeçare. Po nuk është përcaktuar me komuna, absolut unë e përcaktuar. Aty nuk shumë kërkon që i cilës komunë do të jetë. Absolut po thonë. Çdo shtetari i Kosovës ka të drejtë me aplikuar. Po them nga aspekti. Sa e mund të ndrojë vendbanimin nëse vjen. Unë po tregoj nga aspekti logjik, edhe nga aspekti funksional. Sa ka rrogën i zjarfiks dhe sa ka mundësinë i zjarfiks me utu në baza ditore. Po veç lexim është puna ati, çka nëse ai do mu boj, nëse e merr, punën bëhet në Prishtinë. Në rregull, po them neve na kanë paraqitur këto probleme. E dyta. Po drejtor, unë kam thonë marrë në kondoni, bini kondoni. Po dhe na i kemi thonë fund, edhe na i kemi fund mas 3 vjetëve, keni hub kohë me çto sene 3 vjet? Jo, s'kemi hub këtë po. Jo, po keni hub. Jo, nuk kemi hub kohë. Sa ka zgjat procedura? Ju tu mos mujt me zgjidh konflikte të vogla, a është për Prishtinës apo për Prishtinës? Sa ka zgjat? Dëgjom, ne çka kemi kërku? Ne kemi kërku që të jem në komision përgjithës. Mirë, kam thonë ju. Edhe imi dorzu. Edhe pivit kalumi i dorzu, tek tash e kanë hap konkursin. Edhe kanë pranuar. Edhe një detaj ndoshta më shtu. Që ka të bëjë me numrin nëse më lejohet. Me standarde është një zjarfiks përafërsisht për 1500. Pak më shumë, pak më pak. Kosovës i takojnë 1500 banorje të thonë? Po, një zjarfiks. Kosovës i takojnë përafërsisht 1200. Minimum. Tash më varet në periudat ndryshme, më bazë të rrezikshmërisë, Kosova i ka sa përafërsisht 800, nëse s'ka bona? 800 diçka zjarfik. 800 diçka. Shumë jemi në numër nivel kombëtar, do të thonë jo vetëm nivel të komunës, të kryetarit që po përmend, edhe nivel të komunës Prishtinës, por nivel kombëtar kemi shumë më pak zjarfiksa se sa që duhet. E mos flasim që edhe zjarfiksat nuk mundesh me mendu që ata 800 diçka që i ki për një me i ki në dispozicion për shkak të kapaciteteve që nuk ja u ke dhonë, që i përmenda ma hiret, prej pajisjeve personale, për mbrojtje personale, e deri te pajisje që masi kemi disa komuna, kallëzëm, sa pajisje profesionale i përmeni Besa, ja u keni blej ju komuna, zjarfiksave, që janë mjete dveshjes kundër zjarë. Të veshjet falë, unë më të thu pak. Po është përgjësia me se pajisjet personale që janë uniformat e zjarfikëve, të përfshin nga helmeta deri te çizmet, çdo 5 vite Agjencioni i Menaxhimit të Emergjencave jep një vend i morëm gjithmonë. Ne çka kemi ble? Besa tha si ki maskat, si ki teshat. A është e mundën që ka zjarfiksa që s'kan masa? Po, na Agjencioni i Menaxhimit të Emergjencave nuk bjen maska, nuk ka për asnjëherë maska. Asnjëherë? Jo. E nëse hin me, ka dole, veç diçka, hin me një vend tje zjarfiks, hin me një vend me tëm, edhe kur far maske s'kia? E kia aparatin e frymëmarrjes. Po maska përdore për shembull për zjarre malore, zjarre fushore, që është e panevojshme i përdor aparatin e frymëmarrjes. Për shkak se ka një peshë edhe ti mundesh me një aparat. Po ta japi shembull nëse po ndërlidhen me tonën, kon para 2 vjetëve po më duket që zjarfiksat ndeqan në majica, në çizmet plastikës, pa mos, pa helmet, pa kur gjë, kanë shu zjarre.
ka qenë foto ka qarkullu, foto e disa foto për disa ditë kanë qarkullu mënyrën ma klasike që nuk i mundësimi po të ashtë. Po nuk po flasë fish për një rast, po flasë në nivel të vendet, jemi super pa koordinum sa i përket standardet që du të me pas të gjithë zjarfiksat në Kosovë. E mos flasim për mënyrën e pagesës, për faktin që s'kanë sigurim shëndetësor, as jetësor, a në fakt jënë për personave që rrezikojnë jetën sa që shkojnë një mision për shore të zë. Nëse më lejohet, Prishtina, pra po them, po du me që ndu që po thonë vetë Prishtina, vetëm për këtë vit, qa kemi në budget, furnizim për aparatit zjarit, generator të rrymës, ekstrakt për shkum dhe zor. Ama numër, veç diçka, veç me përfundoje që ata që te për numër, numëri zjarfikse në Prishtinë nuk o rrit. është rrit, tash është rrit, dhe me thënë si vjetë. Kanë him pun. Jënë në trajnim, për momentin e më trajnim në akademi, 28 zjarfiksa 3. E pëse s'pe përmena dhe që i ki 28 zjarfiksa 3, po veç si kom. E përmenda, unë e thash që si vjetë, janë më në fund, ndëgjëm. Një element të rëndësishëm që lidhët me faktin që në Kosovë përgjithësin për me qenë reagus emergjent, deri në vitin 2019 ka pas Forca e Sigurisë të Kosovës. Dhe transferimi i FSK-s në ushtri e ka kriju një zbrazëtir shumë të madhe në aspektin e sigurisë publike, në aspektin e reagimit emergjent në situatat krizave. Pra, ne du të me ndërtu një mekanizm në kuadrë të Agjencisë së Menaxhimit të Emergjencave, i cili duhet mi pas të gjitha njësitë civile të cilat merren me trajtimin e emergjencave civile. Fatkeqësisht, buxheti i cili ka qenë i dedikuar për ndërtimin e kapaciteteve për emergjencat civile të FSK-ja, ka vazhduar me të ushtria. Dhe nuk është bartë si buxhet në anën tjetër të Agjencia për Menaxhimin e Emergjencave dhe ende nuk është kryer transformimi plot i qëtyre kompetencave. Pra njësitë e kërkim shpëtimit, njësitë e reagimit në rast të vërshimeve tjera. Këto du të më bajtë të emergjencat civile si buxhet dhe si investim. Pra, gjitha këto pajisë, nëse ushtria i mon për veti, emergjencat civile du të më pas kërkim shpëtimin, du të më pas qend, du të më pas pajisë tjera për me reagu, mekanizmat tjerë komandus, mekanizmat tjerë të reagimit, pajisë të teknologjisë nalë. Na jemi të folë për maska, në kohën kur bota është të përdorë drënë me shukë zjarë. Pra, adin është... Veç para se më kry jemi në fund, po du me ditë Suareka, so zjarfiksa i ka lyp, a ki punësu 3 vjetë e fundi? So i keni lyp? Jo, ne kena lyp 3 s'kena pas, numër jo konë 15 eksiston, po 4 vitit e fundit si kanë marrë dhe 4 në punë që da shpi marrë. Do më thonë... Oke, as një zjarfiks 3? Jo, as një 3. Si ka provu? Kena marrë në punë, po venet një konë që kanë shku në penzion. Kupton, po 4 viti kena prit për 4, i plëtsojmë kapacitet vetëm për 50% pas Suareka, bas numërit banore, po foli zërtarisht. Veç një pytje, me këta 28, a përmbushët standardi që e tha Besa që duhet me u përmbush për kokë banorin Prishtinas, apo jo? Kjo është standard që është caktu ma herët, kur ka pas Prishtina numër ma të vogël banorve, standardi është përcaktuar se është brigadë. Brigada duhet të ketë 105, 106 zjarfiks, po mbi 100, po nuk përmbushet. Çka kemi bën ne për me përmbush këtë vakum? Çu kërkohet nga ligji? Me ligjin mbi zjarfikët dhe shpëtim, për herë të parë kemi kriju dhe kemi regjistru shoqatën vullnetare zjarfikësve. E kemi kriju, javën tjetër bëhet kuvendi dhe do të krijojmë 2.3 shoqatës, që kjo është ajo që po ka kërku edhe krenari edhe kolegja që Krishniku. Për fund, dashte me thonë diçka? FSK-ja ka me vazhdu me mbajt përgjësin për reagim ndaj emergjencave civile si përgjegjës i dytë, kështu që kur nuk kam i shu krejt kapacitetet, po kam i ndimu këtyre me i kriju, ndërsa për me integru të gjithë bashk, me Shtetet Bashkuara të Amerikës kemi bo plan me bo gardën kombëtare, që shë rekomandu edhe atëherë mas rishikimit, e ajo mandej për shkak se ushtria i ka këto kapacitete, mundet me ndimu me ngrit koordinimin në nivele të secilit rajon veç midis komunës, qendrës dhe ushtrisë. Faleminderit, kaq mund të diskutojmë për këtë sonte sepse kaq kemi kohë. Atë çka mund nxjerrim për qytetar për këtë debati është që çka mund të bëjmë forcat tona, është me u përgadit edhe në për shtëpia tona me pas një hidrant, edhe në për sidomos e dyta çka u tha, mos me i djeg arat fusha, sepse as nuk ka ndaj dobi ambientale, as nuk ka ndaj dobi të pleshmëris, po edhe është vepër penale. Minimum me tentu si qytetar, mos me i kontribu një zjarri i cili nëse ndodh kapacitetit i kena minimale si Maqedoni me u marrë me te. Ka që kena për sonte, natën e mirë.